Fillim. Zote Majko, si e keni përjetuar lajmin për ndarjen nga jeta të Fatos Nanës? Si çdo kush, që e ka njohur ato, me dhimbje. A ishte një ikje parakosh? Si njeri pa diskutim. Ishte në mosh të re dhe nuk besoj që është e nevojshme të plasësh më shumë rreth saj. S'mundja bërit vetë. Ju keni qenë nga bashkëpunëtorët më të afërt të tij për shumë vite. Cili është kujtimi që ju vjen i pari në mendje kur mendoni për Fatos Nanën? Vitet që ka kaluar në burg, mendoj se është periudha më e rëndësishme e tij. Sepse në mënyrë të vetëdijshme ose jo, së bashku me familjen e tij ai shfaqi disa cilësi të cilat i dhanë një vend të merituar në historinë e Partisë Socialiste. Falë edhe qëndrimit tim në burg, Partia Socialiste konsolidoi statusin e vet të pas viteve 90, dhe i cili nuk kishte një status do si do dhe i thjesht, dhe jo vetëm thjesht numerik, por kërkonte një forcim të një autoriteti si kryetari i PS-s, të cilin Fatosi e kishte, por edhe nuk e kishte, sepse në vitet 90 ai sapo kishte kapur ingranazhin e fillimit ndryshimit brenda radhëve të Partisë Socialiste. Korpusi kryesor i Partisë Socialiste vinte nga Partia e Punës, një parti e cila kishte parë përpara lloj-lloj autoritetesh. Por mendoj se sakrifikimi që Fatosi dhe familja e tij bën në funksion të qëndrimit fort si drejtues real i opozitës në Shqipëri i dhanë pa diskutim një cilësi të re që shpresoj dhe mendoj se do t'i kujtohet gjithmonë, pavarësisht aludimeve, rezervave që mund të kenë natyrshëm si për çdo individ dhe si për më tepër për një politikan si Fatosi, mendoj se kjo është periudha e tij më e rëndësishme. Sipas jush, pse Berisha e donte Fatos Nanën në burg? Mendoj se kjo karakterizohet vetëm nga fjala e Shkodrës të hyj vetja në qef. Në atë moment Partia Demokratike ishte në kulmin e vet dhe me një përkrahje ndërkombëtare të shumë të qartë. Ne ishim në një situatë krejtësisht tjetër, ishim thjesht duke riformatuar Partinë Socialiste dhe Fatosi sigurisht ishte në momentin e vet të ngjitjes, sapo kishin fituar zgjedhjet e pushtetit lokal dhe mendoj se fitoria e zgjedhjeve të pushtetit lokal bëri të vetën. Askush nuk e priste që ne do fitonim kaq shpejt, do ta merrnim veten kaq shpejt nga humbja e 92-shit dhe mendoj se kjo ishte edhe një faktor plus. Si ishte Fatos Nana, përpara se të bëj këtë pyetje, si shpjegohet fakti që mbas 4 vite burg të Fatos Nanës ai fitoi pafajësinë për akuzat me të cilat u burgos, por sot askush nuk e përmend pafajësinë që ai mori në gjykatën e lartë. Shikot, Fatosi nuk e fitoi pafajësinë në radhë para në gjykatë, e fitoi në publik. Dhe mendoj se kjo ishte më e rëndësishmja se sa vendimi i gjykatës. Kur ai doli nga burgu, ai ishte një autoritet absolut brenda radhëve të Partisë Socialiste dhe vajtja e tij në zyrën e kryeministrit nuk çuditi askënd. Si ishte Fatos Nana si njeri për te figurës politike në marrëdhëniet njerëzore, në miqësi, në humorin e tij karakteristik? Kontravers. Ironik. I mençur. Ose siç e thosha unë ndonjëherë më shaka, gojën e Thanasit, të Tjatit, por zemrën e kishte të Marias. Si do ta përkufizonit kontributin e Fatos Nanës në historinë e Partisë Socialiste dhe të tranzicionit shqiptar? Shumë të rëndësishme. Dhe besoj që nesër ne të gjithë, ata që e kanë njohur nga afër dhe nga larg, do të përcjellim ndoshta periudhën më të rëndësishme për politikën e pas viteve 90, periudhën e pafajësisë. Sa ndikoi stili i tij liberal dhe ironik në të njëjtën kohë në formimin e një kulture të re politike për Partinë Socialiste? Kjo do të duket pak e çuditshme, por unë mendoj që në pikpamje të formimit të autoriteteve brenda radhëve të Partisë Socialiste, burgosja e Fatosit, krahas problemeve që krijoi edhe një premis që u krijuan shumë autoritete, shumë njerëz të cilët krijuan profilin e tyre. Nuk e di nëse do të ndodhte kjo nëse Fatosi me karizmën e tij do të ishte jashtë burgut, por nëse mund të konsideroja diçka të mirë nga kjo e keqe e madhe që i ra atij personalisht dhe familjes tij, mendoj se do të cilësoja këtë. Dhe kjo është arsyeja që sot për Fatosin mund të flasin shumë më tepër.
dhe kujtimet për të lidhen me sidomos me krijimin e një vargu figurash brenda radhëve të smajtës, të cilat në mënyrë solide pastaj garantuan vazhdimsinë edhe pas tërëgimit nga Partia Socialiste. Në fakt, zoti Majko, ju dhe Fatosdano keni kaluar bashkë periudha të vështira për vërtetës dhe momente edhe përplasje politike. Si e përshkruani sot marrëdhënien tuaj me të? Sot është një ditë cila tek unë ka reflekset natyrave ndryshme. Nesër ditë e diel, unë do të jem së bashku me shokët e mi dhe me të gjithë ata që e konsiderojnë veten socialist, në distancë ose jo, po unë do të jem aty, siç e thash, për të përmbyllur me Fatosdanon periudhën tonë më të rëndësishme, e cila kishte shumë dashuri, pavarësisht të kishte debate, dhe pikërisht prandaj e konsiderova pak më parë duke u thënë që ne së bashku me Fatosin do të përcjellim dhe periudhën më të rëndësishme tonën, të paktën për sa më takon mua, që konsiderohet në marrëdhënie me politikën shqiptare. Largimi i Fatosdanos përmbyll periudhën e pafajësisë në marrëdhënie me politikën. Doja t'ju bëj edhe një pyetje të fundit. Në vitet kur ju ishit kryeministri i Shqipërisë, ai ishte në krye të Partisë Socialiste, si funksiononte kjo marrëdhënie mes ju të dyve? Kur isha herë në dytë, se kur isha Ilir Meta ka qenë kryeministër me të kryetar partia. Shumë normalisht, dhe edhe ju shumë normalisht. Se ti ishe kryetar partie dhe të mos ishe kryeministër, kjo ishte një problem shumë i madh. Unë pata një debat me të, cilën nuk është nevoja ta kujtojmë tani, për ndarjen e funksioneve. Parimi im ishte që kryeministri duhet ishte edhe kryetar partie. Çdo shtëpi duhet të ketë zotin e saj, ka traun e vet mbajtës. Pëse ja zgjodhi, ai duhet ishte kryeministri. Zotë Majko, nëse do flasim për Fatosdanon, nuk do dalin ditë dhe javë të tëra, por do ishte me interes mendimi juaj, çfarë e shtyu Fatosdanon të merrte një vendim drastik për të shkëputur përfundimisht nga politika aktive? Jo, nuk është siç e kuptoj unë. Mendoj që në një moment caktuar, pas largimit si kryetar partie për shkak të humbjes së zgjedhjeve, tentoi të rikthehej në politik në mënyra të ndryshme, por sipas asaj që kuptoj unë, formula që ai kishte në kokë nuk doli, po jo për fajt të tij, për fajt arsyetimeve tjera dhe faktorëve tjerë që nuk vareshin ai. A besoni se Fatosdano është larguar nga kjo botë me një peng shumë të madh që ai nuk arriti të ishte presidenti i Republikës? Do t'ju them me një shembull nga ato që më ka treguar i mat. Kur je pilot dhe ke fluturuar shumë lart, e ke pak të vështirë pastaj të mësosh veten me toksorët. Kryeministri Majko, faleminderit. Faleminderit ju. E bukur.